Pse Galdini dhe Lëre nuk janë në zgjedhjet e 11 majit? Sepse ne nuk garojmë në një garë që nuk është garë. Sepse kur kutia e votimit është pjesë e skenografisë, ndërsa rezultati është shkruar që më parë, atëherë pjesëmarrja nuk është më zgjedhje. Është të jesh figurinë në teatrin e mashtrimit. Ne nuk jemi këtu për të luajtur në një shfaqje që regjimi e ka shkruar, drejtuar dhe manipuluar. Nuk jemi këtu për të bërë fasadë dhe pluralizmit të rrem, sepse kur e vërteta fshihet, alternativa e vërtet imitohet dhe hapësira politike klonohet, atëherë qëndrimi jashtë është akti më i lartë i ndërgjegjes. Arjan Galdini dhe Lëre nuk mungojnë. Ata kësaj radhe thjesht refuzojnë të bëhen pjesë e farsës. Ne nuk jemi vetëm të përjashtuar, por jemi edhe të vetë përjashtuar nga maskarada. Kushdo që sot bën fushat është brenda lojës tyre. Ne kemi zgjedhur 12 majin, ditën kur do të dalë në dritë ajo që 11 maj fsheh. Sepse ndonjëherë, për të mbrojtur të vërtetën, do të mos hysh në lojë asken, por të ngulësh këmbë e të qëndrosh jashtë çdo mashtrimi e cirku, ku të gjithë janë klone dhe kloun.